Oj, zoti shpis! Hajdeni, hajdeni! A shëni mërë, ja, unë e veshëm kotar, po da isha me nejtë. Op, përshëndetje i ndërum. A i një kësaj dhe shpia modhe. Veç derën me maqel. Përshëndetje i ndërum. Mirësi e gjimësi. Latifi. Apo ju pengoj? Asgjë, veçorna. Përshëndetje edhe një herë. Faleminderit. A i një mirë, familjen? Mirë, Këtë radhë? mirë. O, nane, kem një ullë se që aty, po ullim me pak. A ban? Ullëm për pak qaste. Qaste, mirë. Vazhdo. Edhe numësën e paske këtu? Po. Përshëndetje, a i një ndërum. Sa detje, mirë faleminderit. Gjej, mirë, faleminderit. Thëm drejten, jam të umahnit me këtë pritje. Kaq të mirë. Më kanë prit në çdo familje thuja se, po krejt kështu ta mund. Faleminderit shumë. Froni pak, janë pak. A di çka thash? Isha burrështore, koshi, visi, diçka me domethënie, tash këtu kanë mendoj krejt njerëzit e gjatë. Basketi, pse është vendos ai koshi i basketit? E kem një sportes në shtëpi, është Drilon Ajrizi, është një... O, Drilonin e njohu me përshëndesëm, basketbollistin më të miri. Jo jeni prindi? Babaj dhe nëna. Shumë. Drilonit, po. Dhe në moshë të re, kështu, vinëm nga një herë, ishte në atë fazën e zhvillimit, hajde rregullojmë këtu kur vim këtu pak të shtroj, bënim do vrapime, do përgatitim nga një herë këtu. Edhe kam bet sot e ndoshta i ka një 12-13 vite kështu. Ama po m'pëlqen me që e keni basketbollistin në shtëpi, është një farë simbolike që kur dën me orë dikush këtu si unë, në këtë rast i thash kamermonit. Garant këto luajnë basketa, se di ashtu vetë, po instinktivisht të merdh. Edhe ati çka thash? Tash kur imi ka të vogël prind na thëshin luni basket se zgjatni, po mos bëni prej këtyne provokimeve se unë si më zgjat, edhe kum lu basketball. Sa është e vërtet kjo? Nuk besoj, po ndoshta është trashëgimi. Jo, valla në shpi krejt mëdhej ka mund s'di ka dolla, mos më ka ndru në spital. E nona, është e mollaj. Po, krejt jenë të mëdhej. Po në jema e lastumja shpis, aje që bëj hajgore mas... Po ma hi, do ka kështu në kuptimin e këtyne rasteve, që tash në këtë rast nuk është mirë me ju janë Ja, na po bëjmë hajgore, se nësë jem ashtu gjugje, po në vetë bëj hajgore. Jeta është e ëmbël kur me hajgore shko. Po valla në veç pozitivitet, unë njerëz toksik, edhe të familjes mi pasë, unë i një roncë. Ja, nuk e lejoj kërkon as edhe një minutë jetës me toksitet. Ashtu mendoj. Po, ne po përpiqemi edhe këtu, pikrisht ke marrë për me marrë në gjitëre, për mos dëmi nërvikosi kështë të pasigurisht. Që kalojmë një weekend këtu. I dërum, fshati Kotor, një fshat interesant prej fshatrave tjere që unë i kom bo vizit deri me tash, po duket shumë i sprast, por pak banor, çka takova ishin gjithësisht të mrekullueshëm. Po më vjen mirë, faleminderit për këto fjalë të ëmbla, për këta që i ke gjetë këtu. Ke mujtë i mos me gjetë as këta? Për ndryshe tash unë të qatë flas, po thënë që është e tepërt, po kum dali ri nga këtu, shkollimin kum bo Mitrovic kryesisht, dhe ite para se të pensionohem, e shihja që jeta në qytet pastaj bëhet pak më ndryshe. Dhe vendosëm me pasars, me Drilonin, me djalin e madh, dhe Sartin, shoqin kuptor, nuk hyje me bo një pasoltu. Edhe Driloni këtu banan? Jo, po këtu vim vikendeve kryesisht vim, po tash ai ka angazhime, domethënë nesër e ka ndeshjen, jo pas nesër, sot e premte që. Suksese. Edhe këtu
kështu janë. Kur i ka Driluni ndeshjet, a ndryshoni diçka kështu sa i përket emocioneve? A e ki brenda vetes me që je prendi ti edhe normalisht kur është në pyetje suksesi i fëmijës çdo herë prindi është ai që e kapin ato dertet e mëdha, ndoshta më shumë se vetë Driluni. Nuk është e lehtë. Përbes është shumë e rëndë dhe është e rëndë pikërisht nga mentaliteti i njerëzve që bojnë presion natyrave të ndryshme, sidomos te lojtari. Ai lojtar është i një familje. Në këtë rast e kemë familjare, kemë pasardhës, e kemë ne. Dhe e shohëm që nuk ndihet shumë. Hajde çapo na ikte. Sa deti gjithandej. Dhe është ngarkesa, po them, edhe ne atë vet jem në një formë pak sa të ngarkuar. Stresi e bën drejt. Po shumë jem ngarkuar. Normalisht suksesin e dëshiron secili antar i familjes. Unë mendoj që kur fëmia ka sukses, pas suksesi edhe stresi e krejt këtu rritin dhe ma shumë se çdo herë kërkon i ambicioz, pret hala ma shumë ki pritshmëri për aftësive të fëmisë në këtë rast, siç e keni ju basketbollistin në shtëpi, djalë, edhe keni pritshmëri më të mëdha. Shikam, na jem punëtor të arsimit kështu me familje të ngushtë të gjerë. Me vëllezër kështu që edhe jem dikon nëndë. Që punojnë, është jale për familje të gjerë në arsim. Me shoqen punëtor të arsimit të pensionuar tash. Po du mund dalë edhe të shoqen. Djali gjithashtu. I madhi, edhe ai punëtor arsimi është. Që i kem qelë do horizonte të reja pak këto, për t'i zgjat jetën, tash veti sa ka mundësi unë e besoj që është një ndihmëse e madhe kjo. Me shiju këtë natyrë, është shumë domethënëse. Tash në kuptimin në qoftë biologjik, në qoftë natyra të ndryshme. Dhe mandej shumë me energji të reja. Kafet, vetë sa i përfundum si ka 5 minuta, e një ku i shi këtë. Ditë, kur vjen mysafiri në shtëpi, duhet me u prit me bukë e kripë zemër, mirë po këtë rast nuk e kemi bukën dhe kripën gati, kështu gati për tu... Ashtë njëm si popull, bukë e kripë e zemër, po. Mirë po ju ofrova një kafe, kështu që për momentin, e ajo na sigurisht do zgjasin pak më tepër. E dashur, unë po du me të falenderum, faleminderit shumë, inshallah Zoti ju jep bereqet e krejt mirat, por që na kafet i kem përfundu, te një kujshi, te zotri Dalipi, na ka prit njërë më të mirë në të mundshme, kështu që... Gjithë janë të mirë, mirë po kjo e ka bu një sakrificë bukur të madhe, i kalon krejt familjen e vetë dhe ju ka përkushtu fshatit. E kështu që i ka disa veçori. Unë nuk po du me ju kursy në këtë rast, se nëse isha kon për kafe, unë kur nuk thëm ju. Normal, hiq pa hezitim, për sikur. Kështu që faleminderit. Këtë çka po du me ju pyet për fshatin çysh është jetesa në Kotor, edhe më tha që keni qenë me semblance apo? Po, profesoresh në gjimnaz. Në gjimnaz i cilës lënd? Sociologji, edukat qytetare, lënd shoqërore këto kryesisht. Çka kime na tregu për ato vite karrierë në profesionin tënd, cila është gjëja që e mbon mend çdo ditë edhe që të bën me u ndi mirë sa herë që e kujton? Unë kam dhënë një kontribut të madh në arsim, sipas mendimit tim, edhe besoj që po, por unë me thanë të drejtën kur se në institucionin edukativ arsimor në gjimnazi jemi njoftuar me bashkëshortin. Edhe para martesës dhe para njohjes që kemi bë, e kemi marrë një nusën në fshatin e Kotorit, edhe tu e di që fshati Kotor ka qenë shumë larg dikur, ndërka që tash komunikacioni, infrastruktura e ka bët vetën dhe është ofru. Unë e thisha, po du më ardhë deri në Kotor, veç deri te guri i qanë. Tu me ndu që te proni keq i thuhet guri i qanë, se s'kom ditë që është proni keq. Mirë, po ja që fati më solli krejt këtu tash, dhe u bashku me latën.
Me thënë të drejtën, unë jetesën në fshat nuk e kom përjetu si fëmijë, as si nuse, mirë po tash, kohët e fundit karrierës time në arsim, e kom pas nevojshme që kemi nevojë për një relaks, kemi nevojë për një qetësi shpirtërore, fizike, dhe këtë qetësi na ofrojnë edhe më shumë fëmijë tanë që kanë qenë shumë të suksesshëm dhe na kanë ndihmuar. Basketbollista, më fal që po ndërprej, basketbollista të tjerë të voglit. Të ardhshëm. Ndeshta medalët ta. Ne kemi 2 djem, djali i madh është profesor universitar, Drilonin e kemi gjithashtu edhe ajo është me ngritje të lartë në shkollimi. Djali i madh ka 3 djem. Por lindjen e parë nusja e ka pas me 2 binjak dhe kjo është një mrekulli për familjen tonë. Kështu që këta binjakët po i ngjajnë agjet vet dhe janë një ndër basketbollistat shumë të mirë për moshën. Janë basketbollistë ekipa. Shumë të mirë. Ekipa përforcuese. Kështu që unë sa arvin këtë arvi gjithmonë me binjakët. Nga një herë marrë edhe mbesën sepse Driloni e ka dhe ai një vajzë. E kjo është ëmbëlsira i fundit. Kjo është ëmbëlsira. Kështu që prind janë shumë të lumtur, janë shumë të përmbushur kur e kanë një familje. Mirë, për këta dhe jeni mundu. Për ta kemi sakrifiku, se na kemi punu në vitet më të vështira në fushën e arsimit dhe asnjëherë nuk na ka shku mendja as mua as bashortit me Elsha në Kosovën dhe me shku. Mirë po ja që tash u kthyem edhe në Kotor, kështu që këtu kemi... Se na kthy krejt më kanë. Jo, zakonisht vikendeve vijim, se... Po ju e keni mundësin ku do, ne e keni shtëpi këto e atje, me rëndësi mundësi tjenë, udrat nërkry. Po, jemi mundu, shoku ka dhënë një kontribut shumë të madh tu i ka mbjell, sepse kur gjë s'ka pas. Ka mbjell pëm, mbjellim nga njerë, jo nga njerë, po edhe prej sezonës, për shembull, jo qep, jo patate, jo disa gjona, dhe i marrim për qef, veç për qef, dhe i marrim bio që po thoni ju të rritash. Mirë, po me të vërtet është një relaks shumë i madh. Po ju përshëndes. Edhe ne ju përshëndes. Faleminderit E po më pëlqen kjo iniciativë që ju e keni marrë me shku me vizitu fshatrat, sepse me të vërtet fshatrat janë mbështetës. Na po duhe me umerë me diçka çka kreti kanë lënë masdore. Edhe ja komis kështu e para, ren komi i fshatrave. Inshallah ke sukses. Ku me shku në çdo shtëpi. Bravo. Faleminderit shumë. Bravo, të lumt, ju lumt të dy. Faleminderit shumë, atë përshëndeset Po dashur. gjithsesi, miru. Vjeni mirë që të njohta. Edhe Po, mu po, shumë, për të gjitha mirë të inshallah. Faleminderit shumë. Jemi me gjumin shqiptar sekret, emisionin e gjen Katuni Jem në YouTube. Katuni, okej. Eden. Edi. Se kështu kur pjushkojnë njerëz të s'po. Ja, edi. Po që si figurë ju nuk se di, ama e përcjell nga. Po, faleminderit shumë. I ndërum. Dojna me një ekstraditën drejt e... Drejt e rase unë e kthejna vallon. Kejt përcjellëm. Edhe kur të mpretni mirë, unë ka gjasa që kthejna. Ja, kjo është një... Unë harrova me tregu që unë jam bez drenice, për ndryshën e hinë në për shtëpia. Si mbesa të doja, mo. Si mbesa të doja. Të dojtin arrit. Si krejt. Si zak. I ndërum, të përshëndesit. Edhe ne juve. Për qafun të bashkun. Edhe ne juve. Faleminderit. U gëzofshi, mirë se ardhëm jeni. Miru pafshim, e gjitha të mirat, ju presim mirave tjera. Faleminderit shumë, Por me një gjallënit fshatit më të madhe. Shumë mirë edhe sot. Faleminderit, miru pafshim. Hajde me të mira.